Një përçarje e re në skenën ndërkombëtare ka dalë në pa, pasi Spanja ka vendosur të mos lejojë përdorimin e territorit dhe hapësirës së saj ajrore për operacionet ushtarake amerikane kundër Iranit. Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez konfirmoi se Madridi ka refuzuar të gjitha kërkesat e Shteteve të Bashkuara për përdorimin e bazave strategjike Rota dhe Moron, si dhe çdo plan fluturimi të lidhur me operacionet në Iran. Sipas tij, ky vendim është marrë në përputhje me marrëveshjet ekzistuese dypalqe dhe me të drejtën e Spanjës për të ushtruar sovranitetin e saj. Sánchez e cilësoi konfliktin si një luftë të paligjshme, duke theksuar se vendi i tij nuk dëshiron të përfshihet në operacione ushtarake që bien ndesh me parimet e tij. Refuzimi përfshin edhe avionet e furnizimit me karburant, një element kyç në operacionet ushtarake në distanca të gjata, duke e bërë këtë vendim edhe më domethënës për kapacitetet logjistike të SBA-s në rajon. Ky zhvillim vjen në një moment tensionuar në lindjen e mesme, ku konflikti mes Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara ka hyrë në një fazë të rrezikshme për shkallëzimi. Analistët e shohin këtë si një sinjal të qartë të ndarjeve mes aleatëve perëndimor, ndërsa disa vende evropiane tregojnë hezitim për t'u përfshirë në konflikt.